Shpesh dëgjojmë shumë njerëz që mendojnë se besimi është vetëm në xhami dhe se muslimanët qëndrojnë gjithë ditën atje, larg shoqërisë, larg punës. Por ky është një keq kuptim shumë i madh, pasi që Zoti i mëson njerëzit në Kur'an që puna dhe besimi janë të pandashme. Me 10 herë përmendet në Kur'an fjalia ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Nuk tha Zoti vetëm ata që besojnë, por i lidhi të dyja, punën dhe veprën. Pasi që besimi nuk është vetëm teori, por me patjetër duhet të vihet edhe në praktik. Besimi i vërtet nuk është vetëm në fjalë, por është në mënyrën si sillesh, si flet, si ecën në rrugë, si e nxjerr kafshatën, halal apo haram. Profeti i nderuar Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, na ka thënë se kush del në punë për të fituar halal për familjen e tij, atëra ai është në rrugt të Zotit. Kjo do të thotë se çdo punë, sado e vogël të jetë ajo, nëse bëhet me ndershmëri, atëra llogaritet si adhurim. Kur punon me përkushtim, nuk mashtron, nuk ri për tac, dhe për gjithçka që bën falenderon Zotin që ta mundësoi ta bësh, atëherë je duke e jetuar vërtet besimin tënd.